politik. Unë mendoj që kjo është një zgjedhje strategjike që Sali Berisha e ka bërë. Ka legjitimitin e plot ta bëj. Antarët e Partisë Demokratike sot e kanë mbështetur dhe duan kryetar, kështu që kjo është e drejta e tij ekskluzive ta ndërtojë ekipin e tij, e ka ndërtuar në këtë formë. Për mendimin tim, zoti Berisha i lodhur nga mbas edhe më drejt, nga konfliktet apo nga përplasjet e brendshme, ka zgjedhur të ketë një kryesi absolutisht të bindur, do të jetë e paqët, nuk do të ketë asnjë lëvizje, përplasje, debat, dhe do të jetë një kryesi, pra zoti Berisha ka zgjedhur të ketë një parti tani më që të administrojë besnikërisht ato kontingent votash që ai prodhon. Kjo kryesi si individ, unë nuk mendoj se i shton asnjë vot më shumë votave që merr Sali Berisha. Dhe kjo është okej në legitimitetin e tij. Nuk ka asnjë bonus dhe nuk pret se është interesante dhe do analizuar kjo. Pra ju thoni që kjo armat e të bindurve, nuk shton asnjë vot për te votave që siguron personalisht Sali Berisha në çdo kohë. Po çfarë do thotë kjo, se kemi zgjedhje vitin që vjen? Ju lutem ta marroj, do ta marroj unë arsyetim. Pra, kjo është një vot serioze, është një blok serioz opozitar. Por është një blok opozitar i cili praktikisht për herë të parë në histori PD-ja në vlerësimin tim heq dorë nga qendrit partia që aspiron të marrë pushtetin e vetme. Siç ka qenë në të dyshin, siç ka qenë në 2005. Sepse kur PD-ja ka qenë front i gjithë opozitës, PD-ja ishte plurale, në PD kishte debate, kishte mendime, kishte grupime, po kjo i jepshit e fuqia e PD-s, në të dyshin e dihet rezultati, por edhe në 2005 u bën bashkë kritike kundërshtar në një front të madh, do fituan zgjedhjet. Me këtë formulë, PD-ja ka zgjedhur të jetë një blok kryesor opozitar, por jo fituese e zgjedhjeve e vet. Sepse votat që Sali Berisha siguron, që janë shumë, është absolutisht shumë, rreth 300, 400, 500.000 ishte 11 maj, janë mirë, janë shumë, por janë pa mjaftueshme që opozita të kryejë aksion politik. Pra duhen edhe një herë vota aq. E ky kontingjent, po thoja, i zgjedhur, nuk shton, në vlerësimin tim nuk mund të shtojë, duke qenë se është vetëm një replik besnike e administrative, burokratike e partisë, nuk shoh kapacitete që shtojnë vot ekstra asaj vote që PD-ja tradicionale, vote Berishës siguron.